Njollat e gjakut po pastrohen nga zjarfiksit. E forenzika mori trupat e pajet të një gruaje dhe të një burri. Pronari i kësaj gjalltore, e cila gjendet prapa meje, që ka shërbyer gjithashtu edhe si furrë buke me inicialet AM, ka shtënë me armë në punëtorën e tij që dikur kishin bashkëpunuar pikërisht në këtë ambient i cili gjendet prapa meje. Pasi kreu vrasjen, i dyshuari i mori jetën edhe vetes të hënën pasdite në këtë nënkalim në stanoc të Vushtrisë. Sipas kryetarit të fshatit, në ato objekt dikur kishte punuar edhe bashkëshorti i viktimës, por ka kohë që të dy kanë shkëputur marrëdhënien e punës me Dorasin. S'kam pas kurfar probleme shkurgjë. Simas një informate jo forxhitare është se xhelozia pse ke shku në tjetër në vend me punu e ke lënë tonë. Policia ka dhënë detaje bazike mbi rastin, duke treguar se në vendin e ngjarjes është gjetur një armë pistolet dhe disa gëzhoja. Kurse nga prokuroria kanë thënë se me autorizim nga ta, policia po vazhdon hetimet për veprën penale, vrasje rënd dhe vetvrasje.